Në fillimin e javës së kaluar, presidenti amerikan paraqiti një plan me 20 pika, i cili sipas tij duhet t'i jap fund luftës në rripin e Gazës që vazhdon prej 2 vitesh. Dokumenti parashikon lirimin e pengjeve, përfundimin e ofensivës izraelite dhe çarmatimin e Hamasit si parakushte për nisjen e rindërtimit të territorit. Sipas planit, Gaza do të kalojë në një periudhë tranzicioni në drejtimin e një qeverie teknike të miqësuar nga një organ ndërkombëtar i quajtur Komiteti i Paqes. Ky komitet do të kryesohet nga vetë Trump, ndërsa ish kryeministri britanik Tony Blair do të kenë një rol kyç në procesin e administrimit dhe rindërtimit të Gazës. Por përfshirja e Blair ka shkaktuar reagime të mëhershme. Raportuesja speciale e OKB-s për territoret palestineze, Francesca Albanese, u shpreh ashpër në platformën X. Tony Blair, asnjë shans, duar të larg Palestinës, ndoshta duhet të takohemi në Hag, duke i referuar rolit të tij në luftën e Irakut të vitit 2003, që e njollosi rënd karrierën e ish kryeministrit britanik. Blair, i cili dikur gëzonte popularitet të lartë pas fitores së laboristëve në zgjedhjet e vitit 1997, e humbi mbështetjen publike pas vendimit për të mbështetur pa kushte presidenti amerikan George W. Bush në luftën kundër terrorizmit. Kritikët e quajtën qenushi i Bushit për mënyrën e nënshtrimit ndaj politikës amerikane. Pas dorëheqjes në vitin 2007, Blair u emërua i dërguari special i kuartetit për lindjen e mesme, me detyrën për të ndërmjetësuar mes Izraelit dhe Palestinës. Edhe në këtë rol, ai u akuzuar për lidhjen me interesat e biznesit në rajon dhe për mbajtje të qëndrimeve të njëanshme në favor të Izraelit. Në vitin 2016 ai themeloi institution Tony Blair për ndryshimin global, përmes të cilit ka këshilluar lider si presidenti i Ruandës Paul Kagame dhe princi saudit Mohammed bin Salman. Sipas burimeve ndërkombëtare, ky institut ka kontribuar edhe në hartimin e pjesëve të planit të ri për Gazën, përfshir projektin e shumë përfolur Riviera Trump, në një plan zhvillimi ekonomik përgjatë Bregdetit të Gazës që ka zemëruar shumë kënd në arenën ndërkombëtare. Ndërsa Trump e paraqet planin si rrugën e vetme drejt paqes dhe stabilitet në lindjen e mesme, shumë kritikë e konsiderojnë atë një përpjekje për të legjitimuar kontrollin izraelit dhe për të zhdukur çdo formë të vetëqeverisjes palestineze.